Tashmë ne administrojmë 20 qendra të shërbimit të ndihmës juridike parësore që janë të shtrira në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, të ndodhura kryesisht pranë ambienteve të gjykatave, bashkive, si dhe pranë ambienteve të ish-gjykatave, të cilat janë mbyllur si rrjedhoje riorganizimit të gjyqësorit, duke mundësuar një lidhse midis banorëve që ndodhen në zonat ku ka patur gjykata dhe gjykatave tashmë të riorganizuara, pa patur nevojë që qytetarët të vinë dhe të drejtohen pranë nesh, duke marrë në konsiderat dhe kostot ekonomike për të udhëtuar, për të marrë një informacion. Ne kemi vënë në dispozicion numrin pa pagesë 0800 10 10, ku përgjatë orarit të punës nga e hëna në të premte janë në dispozicion punonjës të shërbimit që japin informacionin e nevojshëm.